Horoskopi ditor e Mërkur 5 nëntor 2025. Dashi, nuk do të keni për çfarë të qaheni sot në jetën tuaj në çift, pasi gjithçka do të shkojë për mrekulli me partnerin. Do të merreni vesh në çdo moment. Beqarët duhet përgatiten për ndryshime të mëdha, të cilat do të vijnë në momentin më të papritur. Financat do të jenë të mira në fillim të ditës, por më vonë do të përkeqësohen për shkak të shpenzimeve. Demi, Venusi, perëndesha e dashurisë, do t'ju mbështes sot fort në planin sentimental. Do të flisni hapur dhe do të bini në një mendje për shumë gjëra. Beqarët nuk do t'jenë as pak në gjendje të mirë shpirtërore për të filluar një histori dashurie. Edhe sot do të mbeten vetëm. Në planin financiar do të arrini të zgjidhni të gjitha problemet. Do të ndiheni disi më të qetë kur të shpenzoni. Binjakët, do të takoni persona shumë interesant gjatë kësaj dite, të cilët do t'ju tundojnë aq shumë sa që mund të tradhtoni partnerin. Kujdes, sepse do të jepni fund marrëdhënies që keni ndërtuar prej kohësh. Beqarët nuk do të jenë në gjendjen e tyre më të mirë për të kërkuar dashurinë. Në planin financiar, merrni masat e duhura përpara se gjendja të përkeqësohet. Gaforia, kjo ditë do të kalojë disa momente të vështira. Ju do të gjendeni përballë zgjedhjeve, të cilat do t'ju ndryshojnë tërësisht rrjedhën e jetës. Mendohuni mirë përpara se të thoni fjalën e fundit. Beqarët duhet të mos nxitohen ndërsa dëshirojnë një lidhje të qëndrueshme dhe të bukur. Transaksionet financiare do të jenë të favorizuara. Shlyejini edhe borxhet nëse keni të tilla. Luani, do të bashkëpunoni mjaft me partnerin tuaj sot dhe do të thurni plane afatgjata për të ardhmen. Gjithçka do të shkojë ashtu si ju e kishit të ndëruar. Beqarët jo vetëm që do të kenë takime interesante, por do të mund të fillojnë edhe ndoshta një lidhje së shpejti. Në planin financiar duhet të tregoheni sa më të matur. Shpenzoni me kujdes që të mos keni vështirësi më vonë. Virgjëresha, ditë goxha e tensionuar dhe mbushur me debate, kjo sotmja për të dashuruarit. Do të doni që gjërat të bëhen si doni ju dhe kjo nuk do t'i pëlqejë as pak partnerit tuaj. Kujdes, në atë lidhje jeni dy, jo një. Beqarët duhet të reflektojnë 100 herë përpara se të pranojnë ftesat që do t'ju bëhen në planin financiar, po nuk u treguat kujdesshëm me shpenzimet, do të keni probleme më vonë. Peshorja, ditë mbushur me pasion dhe emocione të fuqishme, kjo është sotmja për ju. Do t'i kushtoni më shumë kohë se kur jetës tuaj në çift dhe do t'i shprehni ndjenjat në çdo mënyrë. Beqarët, edhe po të duan, nuk do t'i shpëtojnë dot një dashuri me shikim të parë. Në planin financiar duhet të tregoheni goxha të arsyeshëm nëse nuk doni vështirësi. Akrepi, nëse keni për t'i thënë diçka partnerit, gjeni mënyrën e duhur për ta bërë që ai të mos inatoset. Nuk duhet as ta teproni me kërkesat. Beqarët do të kenë mundësi vetëm për aventura kalimtare, asgjë më tepër se sa kaq. Gjithsesi, dita do të jetë e bukur. Në planin financiar do të merrni një shumë të ardhurash nga familja ose do të fitoni ndonjë llotari. Situata nuk do të jetë problematike. Shigjetari, duhet bëni çmos që t'i sqaroni edhe mosmarrveshjet e vogla që ju kanë dalë në çift dhe të rivendosni edhe dialogun. Partneri nga ana e tij do të bëjë çfarë të jetë mundur. Beqarët do të kenë dashuri me shikim të parë dhe do të ndihen si në ëndër. Në planin financiar do të jeni mjaft optimist edhe për të ardhmen, sepse do të merrni një shifër të majme nga një trashëgimni. Bricjapi, sot edhe ju edhe partneri po mendoni t'i bëni surpriza personit që keni në krah dhe atmosfera do të bëhet emocionuese. Vazhdoni në këtë rrugë. Beqarët do të kenë mundësi vetëm për aventura dhe në fakt kjo do të josh së tepërmi ata. Financat do të jenë në gjendje goxha të mirë, kështu që mund të kryeni edhe ndonjë investim pa e çarë kokën. Ujori, deklaratat e dashurisë do të jenë të forta gjatë kësaj dite dhe kjo do e ngrosë së tepërmi atmosferën në çift. Në mbrëmje do të kaloni momente mjaft romantike dhe drithëruese. Beqarët do të jenë të pafat në dashuri, kështu që është e kohë që të kërkojnë. Në sektorin e financave do të keni surpriza të mëdha dhe situata do të fillojë të stabilizohet. Do të ndiheni më të qeta. Peshqit, do të jeni shumë xheloz gjatë kësaj dite për atë që keni në krah dhe situata në një moment mund t'ju dalë tërësisht jashtë kontrollit. Mundohuni me çdo kusht të ndryshoni drejtim, sepse më vonë nuk do të keni çfarë të bëni më. Beqarët do të jenë humor të mirë dhe do të dalin me çdo që do t'i ftojë. Edhe financat do të fillojnë dal nga dal të stabilizohen.